Përshëndetje të nderuar shikues, po nisim edicionin e lajmeve të orës 11 në televizionin publik të Kosovës. Presidenti i SBA-s Donald Trump dhe ai iranian Mossad Pezeshkian kanë nënshkruar një marrëveshje fillestare për t'i dhënë fund luftës SBA-Iran. Memorandumi i mirëkuptimit synon të zgjerojë anëpushtimin dhe të rrisë qarkullimin e trafikut përmes ngushticës së Hormuzit. Si pjesë e memorandumit me 14 pika, të dyja palët zëtojnë për bisedime të mëtejshme për të arritur një marrëveshje përfundimtare gjatë 60 ditëve të ardhshme, e zgjatshme me pëlqim të ndërcjell, thuhet në marrëveshje. Marrëveshja përfshin gjithashtu rihapjen e ngushticës së Hormuzit, një plan prej $300 miliardë për rindërtimin e Iranit dhe ndërprerjen e të gjitha llojeve të sanksioneve ndaj Iranit nga SBA-t. Por sipas mediave, pyetjet kryesore rreth programit bërthamor të Iranit po lihen për në fazën tjetër të negociatave. Trump, i cili e ka paralajmëruar Iranin të përmbahet kushteve të marrëveshjes, u filmua duke nënshkruar një kopje të printuar të mërkurën në një darkë të organizuar nga presidenti francez Emmanuel Macron. Një ceremoni zyrtare në shkrimin me përfaqësues të SBA-s dhe Iranit ishte planifikuar të zhvillohej në Zvicër të premten, por nuk është e qartë nëse kjo do të ndodhë ende. Paragrafi i parë i marrëveshjes SBA-Iran thotë se SBA dhe aleatët do të deklarojnë një ndërprerje të menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë Libanin. Kjo ka qenë një pikë ngërçi gjatë gjithë konfliktit me Hezbollahun dhe Izraelin, që akuzojnë njëri tjetrin për shkelje të premtimeve të anëpushimit. Mediat libaneze po raportojnë sulme ajrore izraelite në vend, pavarësisht memorandumit që i përjashton ato. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Bagei, tha më parë në Telegram se nëse Izraeli vazhdon të sulmojë Libanin, kjo do të konsiderohet shkelje e marrëveshjes. Sipas televizionit shtetëror iranian, ai tha gjithashtu se prania e vazhdueshme e ushtrisë izraelite në Liban do të ishte një shkelje e marrëveshjes për t'i dhënë fund luftës. Qeveria izraelite ende nuk është përgjigjur publikisht në shkrimin të marrëveshjes SBA-Iran. Libani u përfshi në luftë më 2 mars, kur Hezbollahu lëshoi raketa në Izrael, duke thënë se kjo ishte në shenjë hakmarrje për vrasjen e udhëheqësit suprem të Iranit. E në zhvillime tjera, çmimet e naftës kanë vazhduar të bien këtë mëngjes pas nënshkrimit të marrëveshjes. Përveç një rritjeje të shkurtër të mërkurën, nafta ka rënë që kur u bë ditur në fundjavë se të dy vendet kishin rënë dakord për një marrëveshje kornizë për t'i dhënë fund luftës dhe për të rihapur rrugën kryesore të transportit detar të ngushticës së Hormuzit. If they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until Vazhdojmë tutje me informacione tjera të ditës. Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve ka filluar zbatimi i vendimit të KQZ-s për rinumërimin e 185 vendvotimeve të rregullta nga të gjitha komunat e Kosovës, që përbëjnë 7.41% të totalit prej rreth 2500 vendvotimesh. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka bërë të ditur se rinumërimi po bëhet pas vlerësimit të situatës dhe në kuadër të masave të kontrollit për të siguruar saktësinë e procesit zgjedhor pas problemeve të evidentuara në qendrat komunale të numërimit. Sipas tij, vendimi bazohet në rregulloren e QNR-s dhe ka për qëllim verifikimin e saktësisë së numërimit të votave. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike Mark Rutte ka deklaruar se ulja e trupave të KFOR-it në Kosovë është lajm i mirë dhe dëshmi se situata po përmirësohet në vazhdimsi. Forcimi i mbrojtjes së Aleancës dhe zbatimi i objektivave të reja ushtarake janë temat që kanë mbledh ministrat e mbrojtjes së NATO-s pak ditë para samitit. Në selinë e NATO-s në Bruksel janë mbledhur ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s në takimin e tyre para samitit të Aleancës që do të mbahet në Ankara. Në fokus është rritja e investimeve dhe kapaciteteve ushtarake, përkushtimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj NATO-s, si dhe vazhdimi i mbështetjes për Ukrainën. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se vazhdojnë të përballen me një mjedis sigurie dinamik dhe aleatët po punojnë vazhdimisht për të monitoruar situatën. Ai ka folur dhe për sigurinë në Kosovë, ku tha se NATO ndërpreu dërgimin e forcave rezervë. Në këtë moment, KFOR-i ka një mallësi të përgjithshme prej rreth 4700 trupash. Ajo që do të bëjmë është të kthehemi në nivelet para vitit 2023. Sigurisht dhe në varësi të rrethanave do të shihni një KFOR që ecën përpara me midis 3000 dhe 3500 trupa
Dhe kjo mendoj pasqyron situatën e përmirësuar të sigurisë, ndërsa misioni i KFOR-it mbetet absolutisht i përqendruar në detyrën e tij kryesore. Sekretari NATO-s theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë bërë të qartë se janë të përkushtuara ndaj NATO-s, ndërsa tha se synojnë investimin e 5% të prodhimit të brendshëm bruto në mbrojtje deri në vitin 2035. Sipas tij, rritja e investimeve në mbrojtje nënkupton edhe rritjen e prodhimit ushtarak, dhe kjo, tha ai, duhet të ndodhë në të gjithë aleancën në të dy anët e Atlantikut. Ndërsa Parlamenti Evropian miratoi rezolutën për Kosovën, në dokument shprehet keqardhje për vitin e humbur si pasojë e ngërçit politik dhe paralajmërohet se vonesat mund të rrezikojnë përmbushjen e reformave dhe një pjesë të fondeve nga plani i rritjes i BE-s. Rezoluta mbështet aplikimin e Kosovës për statusin e vendit kandidat dhe u kërkon shtetet anëtare të mandatojnë Komisionin Evropian për përpilimin e pyetësorit. Po ashtu masat e BE-s ndaj Kosovës cilësohen të pa justifikuara dhe me ndikim negativ, ndërsa Kosovës dhe Serbisë u bëhet thirrje të bashkëpunojnë për sjelljen paradrejtësisë të autorëve të sulmit terrorist në Bansk. Në Prishtinë është mbajtur dje takimi i parë i Komitetit Monitorues BE Kosovë për instrumentin për reforma dhe rritje, ku është diskutuar ecuria e agjendës së reformave dhe zbatimi i planit të rritjes. Koordinatori kombëtar Jeton Zulfa i tha se vonesat në ratifikimin e marrëveshjeve dhe blokada në kuvend kanë ngadalësuar reformat duke rrezikuar afro 60 milion euro nga fondet e BE-s. Ndërkaq përfaqësuesi i Komisionit Evropian kërkoi progres në reformat në drejtësi, luftën kundër korrupsionit dhe legjislacionin për energjinë. Sipas tij, Kosova mund të përfitojë deri në 880 milion euro nga instrumenti për reforma dhe rritje nëse i zbaton reformat e dakorduara. Ndërkaq ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, u bëri thirrje forcave politike në Kosovë që të bashkëpunojnë për funksionalizimin e institucioneve dhe vazhdimin e reformave demokratike. Ai tha se partitë politike duhet të punojnë së bashku për të mirën e Kosovës për të krijuar sa më shpejt parlament të qëndrueshëm, qeveri funksionale dhe presidencë. Dy aksidente me fatalitet, 32 me të lënduar dhe 23 me dëm materiali janë raportuar gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë, krahas 2420 tiketave të trafikut të shqiptuara. Në Prishtinë janë regjistruar falsifikim dokumentesh dhe 2 vrasje në tentativë, ndërsa në disa raste janë arrestuar persona dhe janë sekuestruar armë. Rastet të tjera janë shënuar në Gjilan, Prizren, Gjakov dhe Mitrovic, përfshirë dhunën në familje, vjedhje, armbajtje pa leje dhe vdekje të dyshimta me personat e arrestuar ose në nënhetim. Në total janë arrestuar 13 persona, 6 janë dërguar në mbajtje dhe 1 person ndodhet në vuajtje të dënimit. Përfaqësues institucional, autor dhe botues bën thirrje për mbështetje më të madhe të librit dhe promovimit të leximit. Në hapjet e edicionit të 26 të panairit të librit në Prishtinë, i cili po vazhdon aktivitetet me pjesëmarrjen e mbi 60 botuesve shqiptar dhe mijëra vizitorëve. Me moton libri hap botën, panairi do të qëndrojë i hapur deri me 21 qershor dhe pritet të vizitohet nga rreth 30.000 persona. Me informacionet nga sporti e përmbyllim këtë edicion të lajmeve, me informacionet e radhës takohemi në orën 13.